Turqia, Arabia Saudite dhe Katari kanë refuzuar t'i japin Shteteve të Bashkuara qasje në hapësirën e tyre ajrore dhe në bazat ushtarake për nisjen e sulmeve të mundshme ndaj Iranit, raportojnë burime diplomatike dhe media ndërkombëtare. Sipas këtyre burimeve, vendet në fjalë kanë shprehur shqetësim të thellë për pasojat që një përshkallëzim ushtarak mes SBA-ve dhe Iranit do të kishte për stabilitetin e lindjes së mesme. Ato kanë theksuar se nuk dëshirojnë të përfshihen drejt për drejt në një konflikt që mund të shndrohet në luftë rajonale. Arabia Saudite dhe Katari, të cilat strehojnë edhe prani ushtarake amerikane, kanë anvizuar se përdorimi i territorit të tyre për operacione kundër Iranit do t'i ekspozonte ndaj kundërpërgjigjeve të mundshme iraniane. Ndërkohë, Turqia ka mbajtur një qendrim të ngjashëm duke theksuar nevojën për zgjidhje diplomatike dhe shmangje të veprimeve që mund të rrisin tensionet. Vendimi vjen në një kohë tensionesh të larta në rajon ku Irani ka paralajmëruar se çdo sulm ndaj tij do të pasohet me kundërpërgjigje ndaj interesave amerikane dhe aleatëve të saj në lindjen e mesme. Analistët vlerësojnë se ky qëndrim i vendeve rajonale tregon përpjekjet e tyre për të ruajtur stabilitetin, sigurinë energjetike dhe për të shmangur përfshirjen në një konflikt të drejtpërdrejtë ushtarak.